Jo, qytetarë shqiptarë po i thonë ikë në smut. Dhe deri tani kanë dhënë në mënyrë perfekte që ka treguar, kanë i dhënë mendje për të gjithë botën protestat e Shqipërisë, aty i nderuar gazetar. I kanë dhënë mend gjithë botën. I kanë thënë që shiko protesta nuk ka nevojë të prishësh që të djegësh të vrasësh, mjafton që të ngrihesh, të dalësh në rrugë, të kërkosh atë që të takon, dhe pa zhurmë, pa bujë, dhe vendet e qytetëruara, vendet e qytetëruara, kur shikojnë që populli shkritet kundër shtetit, atëre lirojnë rrugën. Ndërsa komunistët janë të vendosur që të vdesin në karrike. Avokat, kishim një dorëheqje dje nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, iku një deputete. Po ta kam thënë, po mirë më çfarë këtuaj që i kanë po dalin para shikimet e mia, pse nuk po të çik. Po ti ka thënë me kohë këtë, do vi vetë nga brenda se janë të tërë të çmendur aty. Është vërtet, herë fundit që kemi artikuluar këtë ju ka qenë edhe javën e fundit, por që në nisje të bisedave bashkë keni thënë që e keqja e këtij sistemi, e kësaj qeverisje do vinë nga vetë brenda. Dhe filloi, unë e përshëndes atë Marianën, ajo është shqiptare, ajo meriton të jetë deputete derisa të kesh fëmijë gjallë. Pse? Është detaj. E pa, ajo është e majtë, ka fuqimin e saj dhe besimin tek e majta, është kërkisht normale, që do ketë majtë të gjallë. Problemi është që ajo e pa që vendi korresponde drejt shkatërimit. Do në kjo qeveri, kjo parti, ky pushtet vendin përson drejt katastrofë. Atëre thotë kam se të bëjmë pjesë e krimit në ashtu populistim. Dhe unë e falenderoj dhe e përgëzoj atë vajtë dhe i them ja bëf sot të 1.000. Por pres të dalin dhe sa shok të tjerë të taja, me qëllim që ky qelbësirë të rëzohet për mungesë votash në parlament. Dhe në mos ketë mundësi, as të mbaj pushtetin dhe fort, as të ndërsej politikë qytetarëve. Pra, mendoni që do ketë një skenar, avokat, që do ketë dorëheqje nga grupi parlamentar, do jetë përballë mosbërjes së 71-shit, numrit pra për të rezistuar mosbesimit, do jetë kjo mënyra? Atë shpresoj. Dhe ajo do bëhet. Atë ka njerëz me personalitet, ka njerëz me atë dashuri. Unë persoj dhe të klasën e ish-ministrës jashtme ashtatate. Nuk mund të barru ta dekorat nga një regjim I tillë. Pra, ta e quan vendin drejt katastrofë. Por e keqja më e madhe që ky ka për marrëveshje me Izraelin dhe do të pas marrëveshje me çka për ky, ata nuk do vinë Izraelit, sepse ka marrë fund ajo punë. Ne nuk kemi arab që të vinë ulin kokën, se ne digim vendin krakt dhe ata si pranojmë. Krakt, që ta dinë, ta dëgjoj ambasador ka Izraeli. Nuk mund të hysh të tu zonjë, të kolonë të tu, që keni kushuar gjithë botën e para. Që kemi bërë naftën ty dhe parave të tua zonjë, portofolit tëmë. Ne jemi shqiptarë, ne jemi shqiponja, nuk kemi bresh ka azije. Prandaj ajo duhet të anullojnë të gjitha ato marrëveshje që janë bërë dhe ne do të anullojmë, se do iki ky nga vetë. Dhe Shqipëria do marrë atë rrugën që I takon drejt zhvillimit, drejt qeverisjes së pasurive të saj kombëtare. Do shpëtojmë zotëri. Nuk do na shkelin dot as çifutët e Izraelit, as çifutët e Amerikës, as kryeçifuti shqiptar që të vinë Yusaq Rama. Avokat, po amerikanët I hoqën në gradën Berishës, mos kanë bërë gati atë ta risjellin prapë herë tretë. Të lutem se ti je në shkollë, pse bën këtë gafë? Po ngret. Merrem me ty tani. Po ngret sa pyetje që I ka ngritur edhe publiku këto kohë, si ka mundësi erdhi kjo heqje kështu avokat? Mos po sa që hoqën. Po nuk I heqën në ngrata, po çfarë bën kështu? Mos po bën gati ta bëjnë nuse prapë. Mos po bëhet gati ta bëjnë nuse prapë.